Debati mes Mirit dhe Gimbon shpërtheu papritur në shtëpi, duke krijuar një atmosferë shumë të tensionuar që tërhoqi menjëherë vëmendjen e të gjithë banorëve. Gjithçka nisi kur Miri vendosi të përballej drejt për drejt me Gimbon për marrëdhënien e tij me Selinën, duke e akuzuar hapur se po e përdor atë vetëm për lojë dhe për interes personal. Me tone të ashpra dhe shumë i acaruar, Miri i drejtohet Gimbon duke i thënë se ai nuk ka ndjenja të vërteta për Selinën dhe se gjithçka që po bën është thjesht strategji për të qëndruar më gjatë në lojë. Ai shprehet se sipas tij, sjellja e Gimbon është e rreme dhe e kalkuluar, duke shtuar se ai vetëm po përfiton nga situata dhe nga afrimiteti me Selinën për të marrë vëmendje. Miri vazhdon më tej duke theksuar se Gimbon nuk e do Selinën dhe se nuk do ta dojë kurrë atë. Ai thot se ndjenjat nuk mund të shtiren për shumë kohë dhe se sipas tij, e vërteta do të dalë shumë shpejt në pa. Ai e akuzon se po luan me emocionet e saj dhe se kjo është një sjellje e papranueshme. Gimbo, i habitur nga këto akuza, përpiqet të mbrojë veten dhe reagimi i tij nuk vonon. Ai i përgjigjet Mirin me qetësi në fillim, duke i thënë se askush nuk ka të drejtë të gjykojë ndjenjat e tij dhe se marrëdhënia me Selinën është diçka personale. Ai mohon kategorikisht që po e përdor atë për lojë dhe shprehet se afrimiteti i tyre është i sinqertë. Por Miri nuk tërhiqet dhe vazhdon debatin me më shumë intensitet. Ai i thot se sjelljet e tij janë kontradiktore dhe se mënyra si ai sillet herë pas here tregon qartë se gjithçka është një strategji. Sipas tij, Gimbo po përpiqet të krijojë një histori brenda shtëpisë vetëm për të forcuar pozicionin e tij. Tensioni mes tyre rritet gjithnjë e më shumë, ndërsa banorët e tjerë afrohen për të ndjekur debatin. Disa përpiqen të ndërhyjnë për të qetësuar situatën, ndërsa të tjerë dëgjojnë me vëmendje argumentet e secilit. Gimbo fillon të acarohet nga këmbëngulja e Mirit dhe i kërkon të mos përzihet në marrëdhënien e tij me Selinën. Ai thekson se ndjenjat nuk mund të imponohen dhe se vetëm ai dhe Selina e dinë se çfarë ndodh mes tyre. Ai shton se akuzat e Mirit janë të pabaza dhe të padrejta. Nga ana tjetër, Miri shprehet se po flet sepse nuk i pëlqen të shohë dikë që sipas tij po manipulon situatat dhe njerëzit për përfitim personal. Ai thot se po e paralajmëron Selinën për atë që mendon se është një lojë e pastër nga ana e Gimbon. Debati bëhet edhe më i fortë kur Miri përsërit se Gimbo nuk ka asnjë ndjenjë të vërtetë dhe se gjithçka është një fasadë. Ai shprehet me bindje se Gimbo vetëm po e përdor Selinën për vëmendje, për kamera dhe për strategji brenda shtëpisë. Këto fjalë e irritojnë edhe më shumë Gimbon, i cili fillon të flasë me tone më të larta dhe i kërkon Mirin të ndalojë akuzat. Ai thot se askush nuk mund ta detyrojë të provojë ndjenjat e tij dhe se koha do të tregojë të vërtetën. Banorët që ndodhen pranë fillojnë të komentojnë situatën dhe disa prej tyre shprehen se konflikti mes tyre duket shumë serioz. Të tjerë përpiqen të ndryshojnë temë për të ulur tensionin, por debati vazhdon për disa minuta me radhë. Në një moment, Miri shprehet se nuk beson as pak në sinqeritetin e Gimbon dhe se sipas tij, Selina meriton dikë që e respekton dhe e vlerëson vërtet. Ai shton se nuk sheh asnjë shenjë të ndjenjave të vërteta tek Gimbo. Gimbo nga ana tjetër këmbëngul se ai nuk i detyrohet askujt shpjegime për ndjenjat e tij dhe se marrëdhënia me Selinën nuk është pjesë e një strategjie. Ai shprehet se do të vazhdojë të sillet siç ndjen, pavarësisht kritikave. Pas një debati të gjatë dhe të tensionuar, situata fillon të qetësohet gradualisht, por atmosfera mbetet e rëndë. Banorët vazhdojnë të diskutojnë për atë që ndodhi dhe për akuzat e forta që u shkëndyen mes tyre. Ky përballim mes Mirit dhe Gimbon lë shumë pikpyetje brenda shtëpisë dhe krijon një situatë të re në marrëdhëniet mes banorëve. Të gjithë presin të shohin se si do të zhvillohet më tej raporti mes Gimbon dhe Selinës dhe nëse akuzat e Mirit do të rezultojnë të vërteta apo jo.